Është e pabesueshme qysh me një ndryshim shumë të vogël unë arrita me lënë cigaren mas 6 viteve që e kam pi, mirë po më e mira e këtij kësaj është që secili mundet me bë këtë ndryshim edhe me pas sukses në këtë drejtim. Një gjë është interesant me cigaren, që askush nuk e fillon me mendimin që do ta pi rregullisht. Edhe nëse shumica pa ta fillu me shoqëni në shkollë mesme, e më pas e pa ta pi edhe gjatë fillimeve të fakultetit. Mirë po, nga ana tjetër qysh i vogël, kam pas dëshirë që të mirëm nga pak me aktivitet fizik. Por, pas 6 vitesh të pirjes së cigares, fillova që të kem probleme pak me kondicion, saqë kur ngjitesha në shkallët e institutit B, kolegë të mjekësisë e din, mbushesha pak frymë dhe më duhej pak kohë që ta rregulloja frymarin. Një problem tjetër që fillova me pas, sidomos në fillim të fakultetit, ishte fakti që nevojitej mësim më intensiv, mirë po kisha probleme me koncentrim sepse mendja më rrinte tek cigaria. Për kollitjen s'po flasëm fare. Duke i parë këto probleme që më sillte, fillova që të hulumtoja për mënyra dhe teknika se si ta lë duhanin. Mirë po, secilën që e provoja, pas 2 deri 3 ditësh, në farë forme i arsyetoja vetes se mirë ke qëndru mjaftueshëm, fillonte kërkesa e trurit për nikotin edhe përfundonte me ndezjet e një cigare. Cikël vicioz i secilit që e pen edhe ka provu ndonjëherë me e lënë. E ndoshta me gjas kisha me qenë ende në këtë cikël nëse nuk do ta gjeja përgjigjen. Veç një ndryshim kaq i vogël, i padukshëm, mirë po mua ma ndryshoi jetën komplet. Si ndodhi? Ja po t'rregoj. Më patron sy nëpër artikuj dhe video të ndryshme një libër e një autori të huaj The Easy Way to Stop Smoking by Alan Carr. Pa pikën e besimit në të e pa ta fillu me lexu dhe nuk është që më pa të pëlqyer dhe aq më pa duk disi i thot dhe jo edhe aq i lidhur me lexuesin. Derisa arrita në fjalinë e cila ma ndryshoi komplet jetën. Po e parafrazoj sepse nuk më kujtohet sakt si ka qenë, mirë po në libër autori thot që duhani është më tepër pjesë e identitetit e duhanpirësit sesa që është një nevojë fiziologjike e tij. Pra përgjigjja është më tepër psikologjike sesa fiziologjike. Pra nëse vetë sa arrin njeriu me e bind veten që unë jam një person i cili nuk e pin cigaren, atëherë në farë forme mundet me shpërla trurin e vet me e besu këtë. E pakapshme, kështu më duke edhe mund fillim. Pas e lexova këtë pjesë, dola në balkon edhe i dheza një 2 cigare kështu një mas një, por pak e dija atëherë që ato kishin me qenë 2 cigaret e fundit që do t'i pija ndonjëherë. Të nesërmën dola prap në balkon, mora paqetën, shkrevzën si zakonisht, edhe kur deshta me dhez një cigare, i thash vetes prit. Aleti nuk e pin cigare, nuk je duhanxhi. Thash njëjtë, krahasoje sikurse me alkoolin për shembull. Nuk pi alkool, atëherë pse do ta pija tash një birë. Njëjtë edhe me cigare, pra nuk po e pi cigaren. Edhe me njëherë ditën e parë fillova një farë forme tu e sfidu veten, sepse nuk doja që ti ndërprej aktivitetet normale që i kisha në jetën time të përditshme. Pra fillova me dal në vendet ku zakonisht kam pi cigare, me shokët me cilët kam pi cigare. Edhe kur më pyetën a po e dhez, thash jo se nuk e pi. Ata në fakt nuk më besun, edhe pse unë paqetën e kisha me vete, po nuk ishte më paqeta ime. Pra unë nuk e pija më cigare. Si e shohën, ky është edhe gabimi kryesor që e bëjnë njerëzit. Për shkak se mundohen që kur tentojnë që ta lënë cigaren, mundohen që t'i shmangin gjitha aktivitetet, vendet apo njerëzit të cilat u asociohen me cigaren. Në fakt, ideja këtu është që të ndryshohet identiteti se nuk je duhanpirës, jo komplet identiteti yt. Pra ti nuk është që nuk je më vetvetja, ti je personi i njëjtë, mund t'i shijosh kafën, ecjen, aktivitetin fizik, filmat, gjitha mirë po pa duhan. Qëllimi nuk është me e lënë duhanin apo me provu me lënë duhanin. Qëllimi është mu zgjuni mëngjes edhe me jetu atë ditë sikur një person i cili nuk e pin fare. Pastaj me përsërit të nesërmën, pastaj përsërit mas nesërmën. Mos i thuj askujt e as vetes që jam duke tentu me lënë ose e kam lënë. Nëse të pyet dikush për cigare i thu faleminderit, mirë po nuk jam duhanxhi, sepse ku i dihet ndoshta me të vërtet nuk jema. Lënia e duhanit ka qenë me të vërtet një sfidë interesante për mua. Mirë po nëse do me pas sfidën më të madhe të jetës tem, atëherë shiko këtë video.